E ka ndëruar jetë pas një sëmundje të shkurtër, ish prori, ish komandanti Baca dhe ish kryetari i organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s, Selim Krasniqi, i cili ka dhënë kontribut të çmuar që në fillimet të luftës së UÇK-s, duke bërë bashkë me gjemsëshit të Krasniqin, Agim Shalën, Gjevat Berishën, Hajrim Qengaj, Shani e Zafir Berisha e shumë të tjerë ishte në aksion për bartjen e armëve nga Shqipëria për në Kosovë. Sot që nga ora 11 kanë filluar homazhe në shtëpinë e kulturës së Xhemaili Berisha, e më pas u mbajt akademi komemorative ku ishin të pranishëm kryetari i komunës Shaqir Totaj, kryetari i shoqatës së veteranëve të luftës Hysni Guncati, general Enver Cigaçi, shumë bashkëluftëtar të Selim Krasniqi si Bislem Zyrapi, Lurzem Kabashi, Osman Qereti e shumë të tjerë, kryeimami Orhan Bislimaj, përfaqësues nga Bashkësia Islame, Policia Kosovës, familjar dhe qytetar të shumt. Fillimisht pas intonimit të himnit kombëtar, u mbajt 1 minutë heshtje për të nderuar jetën dhe veprën e Selim Krasniqit. Para të pranishmëve ka folur i pari për veprimtarinë e Selim Krasniqit, Gjemshet Krasniqi, duke theksuar ai ishte shembull i qëndresës dhe karakterit të pathyeshëm, e së bashku me Drinin mori pjesë në organizimin e operacionit për shërimin e Prizrenit. Për janarit të vitit 1999, kreu detyrën e zëvendës komandantit të brigadës 125, ku mori pjesë aktiv në luftimet e ashpra në fshatrat e Suarekës, në prill ku vendoset shtabin e UÇK-s të Kabashit dhe më 12 qershor ku së bashku me Drinin mori pjesë në organizimin dhe zbatimin e operacionit për shërimin e Prizrenit, si kurrizim i luftës të tij për liri. Edhe pas luftës, Selimi mbeti aktiv përkushtuar ndaj vlerave për të cilat kishte luftuar, ishte njëri nga nisëmtarët e themelimit të asesionit të veteranëve të UÇK-s në Prizren, pjesë e organizimeve të luftës, i pranishëm në përvjetoret e dëshmorëve, në ngritjen e lapidarëve dhe rujtjen e kujtesës historike të luftës sonë për çlirim. Kontributi i tij u vlerësua dhe nga shteti i Kosovës, duke dekoruar si luftëtar i dalluar, por mbi të gjitha, ai do të mbetet në kujtesën tonë si njeri i drejtë, shok besnik dhe luftëtar i pajepur. Sot nuk po ndahemi vetëm nga një njeri, por nga një pjesë e historisë sonë, nga një dëshmi e gjallë dhe sakrificës për liri. Selim, ne sot po ndahemi nga ti vetëm fizikisht. Më pas në emër të organizatës së veteranëve të luftës ka folur Hysni Guncati, ku tha se për ulemi me respekt të thellë para veprës së Bacës Selim, ishte njëri ndër të parë që u përgjigj thirrjes së dheut. Selim Krasniqi ai ishte nderi të parë që ju përgjigj thirrjes së dheut, duke rreshtuar me guxim, me dëshmëri dhe besim të palëkundur në radhët e ushtrisë qëndrore të Kosovës. Në kohën më të vështira për popullin tonë, ai dëshmoi sakrificën dhe përkushtimin duke u bërë shembull i atë dashurisë dhe i qëndresës. Dhe pas luftës, ai mbeti i palodhur në shërbim të vlerave të saj, si një ndër themeluesit e organizatës veteranëve të luftës të ushtrisë qëndrore të Kosovës, duke kontribuar në ruajtjen, dinjitetin të vlerave dhe në forcimin e zërit të tyre. Figura dhe vepra Bacës Selim janë pjesë e pandashme e historisë, sot të lavdishmit dhe do të mbetet udhërfyes për brezat që vijojnë. Po ashtu figurën dhe veprimtarinë e Selim Krasniqit e ka nderuar edhe kryetari Totaj, i cili tha se jemi mbledhur për t'ia dhënë lam të mirën një personi që ka dhënë kontribut të jashtëzakonshëm bashkë me shumë bashkëluftëtar me flamurin e UÇK-s që i kanë sfiduar limitet e kohës që na kanë sjellur lirinë. Sot jemi mbledhur për t'ia dhënë lam të mirën në fundit një personi i cili me veprën e tij ka bërë një kontribut të jashtëzakonshëm. Bashkë me shumë bashkëluftëtar, me shokë dhe miqtë e tij, po edhe tonë, në flamurën e UÇK-s, i kanë sfidu limitet e kohës. Edhe ai sfidim i limiteve të kohës neve në ka sjellë sot lirinë të cilën ne kemi sot këtu. Përveç asaj, edhe mas lufte, zoti Selim Krasniqi, komandant Baca, ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në organizim për njohjen, definimin, për kufizimin dhe rujtjen e vlerave të luftës.
sa herë kam taku, ma kalon për shtypen në një njerit të përkushtum, të fokusum, serioz, korrekt, sinqert edhe të ndershëm. Si të tillë do ta kujtojmë. Sot jemi mbledhur këtu që vetëm fizikisht të dahemi nga ai, kurse jeta dhe vepra e tij do të jetojnë gjatë në ne. Familjarët, shokët, miqtë dhe dashamirët e tij me siguri kanë dhimbje, mirë po jam i sigurt se krenaria që e patëm edhe që ishte i tillë siç ishte, do të jetë më e madhe se dhimbja. Prandaj ju shpreh ngushëllime të sinqerta të gjithëve juve që jeni prezent, e sidomos familjarëve dhe bashkëluftetarëve të tij, kurse komandant bazës Selim Krasniqit i qofti lehtë dhe u Kosovës, lavdi jetës dhe veprës së tij. Në emër të familjes ka folur nipi i tij, Fidan Shala, ju bashkë me ne e ndjeni dhimbjen për Dajen nga se të gjithë e kishit shok, e kishit mik. Gjithë të pranishmit shok e dashamir të Dajes, bashkëluftetar të Dajes, që njëjë sikur ne që e kemi dhimbjen sot ashtu edhe ju, të njëjtën dhimbje ndani për Dajen nga se të gjithë e kishit shok, e kishit mik. Ju falenderoj për kohën tuaj të çmuar, kohë që të cilën i lutemi Zotit që t'ua kthejmë për të mirë në gëzimet tuaja familjare. Ju falenderoj të gjithë për pjesëmarrjen. Pastaj gjatë luftës ishte edhe mbeti njëri ndër luftëtarët më të afërm të komandant Drinit dhe shefit të shtabit të përgjithshëm të UÇK-s Bislim Zyrapi. Ishte një burr i fjalës dhe i pandryshuar në idealin e tij të palodhur për bashkimin e trojeve shqiptare. Aktiviteti, besnikëria ndaj lirisë dhe mbi të gjitha një burr i besës dhe fjalës së dhënë. Ai përherë ka qëndruar vertikal dhe kur i palëkundur. Ai do të mbetet i tillë dhe do të ketë njohur për këtë idealist luftëtarët e komandantit të UÇK-s. Pas së lufta ai gjithë jetës së tij ishte i heshtur, por njeri i punëve të mëdha. Baca ishte pos një burr i qetë me plot urti, ai ka ditur të nderoj secilin nga ne. Mirë po për jetën dhe veprimtarinë e Bacës, padyshim se më së miri do ta rikujtojnë evokimet e tij. Ceremonialin e varrimit me rite fetare u krye në varrezat e dëshmorëve në Landovic, ku ishin të pranishëm një numër i madh i qytetarëve. Ndërto me prodhime vendore.